Zejtaria dhe tregtia ishin dy degët të cilat ndikuan në mënyrë të drejtë për drejtë në rritjen dhe zhvillimin e qytetit të Ferizajt. Zejtarët kishin ardhur nga fshatrat e Ferizajt, duke mos përjashtuar edhe rajonet e ndryshme si nga Gjakova dhe Prizreni. Njëri ndër ta është edhe Rushdi Saçiu, i cili ka ardhur nga Gjakova para shumë vitesh me babain e tij, ndërsa këtë dyqan e ka hapur në vitin 1959. Edhe pse i pensionuar, Rushdiu her pas here rregullon orët, kryesisht ato mekanike. Zanati na marrë prej feminist deri tash në çdo vitet e boshës kreqërisë. Është e vërtet përpara kemi punuar me orë mekanike, pa me shubit, aty në orë mekanike, tash kanë filluar çto orë digjitale, elektronike, se më thonë. Është në punë bëhet në ramje, po punohet. Mirë. Unë punu mbi 50 vite, ka disa vite që unë pensionu, ka vazhdu djali, vllav, edhe po vazhdon tradita. Sot është me kitë zeje, unë marrë edhe gjyshi para 110 viteve. Masë dhe baba edhe na brezat arshëm. Mirë, kemë punu, kemë gjallu, si na konë bashkec, ashtu një jetë mesatarë. Saçiu thot se zejtaria ka qenë ajo që ka kontribuar në zhvillimin e ekonomive familjare. Deri kohën e fundit, zejtaria konë, si me thënë, baza kryesore e qytetit. Deri sa u hapen fabrikat e fillun punësimet e industria. Do më thënë, fillet e zhvillimit qyteteve i konë zejtarit, sa natët të shumta. Një zejtar tjetër në Ferizaj është edhe Selajdin Hajdini, që punon dhe rregullon syze prej 4 dekadash. Hajdini tregon se me zanate të ndryshme ishin marrë edhe të parët e tij, të cilët nga opoja kishin ardhur para më shumë se 120 vitesh, ndërsa vetë tash merret me këtë zeje. Duke qenë ndër të parët në këtë qytet, Hajdini tregon se me ndërtimin e Hekurudhës filloi edhe zgjerimi i qytetit dhe hapja dyqaneve zejtare të cilat patën rol në zhvillimin ekonomik të Ferizajt. Themelimi i qytetit fillon prej zejtarëve. Kjo është një ekonomi e vogël, me të cilën janë marrë njerëz. Fshatrat me bujqësi në qytet, tjetër veprimtarisë kanë pas zejtarinë, lloje të ndryshme, me gjeltore, me fur, me mbas kuajve, me shkapeti veprimtari tjera, kujunxhi, teneqe punus, lloj. Ferizaj për ndryshe është edhe një qendër shumë interesante, ka ndryshu. Ma herët, unë e vetë e mojnë mend, prej fillimit qytetit deri në fund, kjo këtë ka qenë me dyqanet ndryshme zejtarësh. Na jemi vendas në Ferizaj, për ndryshe unë jam gjenerata e 4 të familjes që mirëmi me zejtari. Pi 4 gjyshit, babgjyshi, baba, une. Dhe më thanën, jemi tradit zanatin. Se zejtaria dhe tregtia ndikuan drejt për drejt në rritjen dhe zhvillimin e qytetit të Ferizajt, e thot edhe përgjegjësi i muzeut, në të cilin janë të ekspozuara punimen nga zejtarë të ndryshëm të fshatrave të Ferizajt, por edhe të rajoneve të ndryshme nga Gjakova dhe Prizreni. Vlen të përmendet se në këtë muze ka të ekspozuara punimen nga farkëtarët Samar Gjint, Jorgan Gjint, Gajtan Gjint dhe Plisa Gjint. Ardhja e këtyre zejtarëve u lidh krejt plot me ndërtimin e vijës hekurudhore, sepse aty kishte mundësia për të pas marrëdhënie me të lehta, edhe lidhje me qytete tjera, ka ndihmuar Hekurudha që të zhvillohet edhe tregtia, edhe zejtaria. Edhe shumë zejtare gjetën vetën këto dhe hapën dyqanet e veta tregtare zejtare, duke ndikuar që të bëhet një rritje e shpejtë e qytetit si pasojë e rritjes së zhvillimit të zejtarisë. Qyteti Ferizajt është i ri, 150 vjet jetë, por megjithatë ka marrë një zhvillim të dukshëm falë zejtarisë, e cila më pas është kthyer në biznese dhe jeta ekonomike e ka bazën pikrisht në vitet e para të themelimit të qytetit, që është përqendruar në tregti, zejtari dhe në degë të tjera të ekonomisë. Andaj në mesin e zejeve të ndryshme që kanë ekzistuar në qytetin e Ferizajt ka qenë kryesisht zeje manufakturale, mos ta harrojmë, ta përmendim, kanë qenë zejet e farkatarëve, llamarin punuzve, kacaxhinjve, më pas kemi edhe zejet e filigranëve që vinë, artarëve më vonë,
dhe ortarët, kryesisht ortarët është interesant që e kanë ardhur nga kryesisht nga Gjakova, do të thotë snafat që ishin ato shoqëritë me terma të me quajnë një lloj korporate, shoqëritë që ishin në profesionit e njëjtë, erdhën nga një pjesë nga Gjakova ortarët, dhe sot i kemi familje të ndryshme Sahaxhiu e kështu me radhë, që të cilët kanë ardhur dhe i kanë hapur dyqanet e veta. Dhe sot janë 2-3 breza që e kanë trashëguar këtë zeje dhe vazhdojnë të punojnë në qytetin tonë. Në vitin 1900, nga 400 ndërtesa që kishte Ferizaj, në atë kohë 200 prej tyre ishin dyqane. Veprimtarit kryesore të zejtarisë ishin plisi, filigrani dhe prodhuesit e këpucëve. Një nga bizneset e para të themeluara në Ferizaj ishte hoteli, pronarit i cilit ishte Feriz Shasivari, nga i cili rrjedh edhe emri. Shumë fabrika u ndërtuan pas luftës së dytë botërore, duke i dhënë qytetit zhvillim të shpejtë të industrisë dhe ekonomisë.